Prej kësaj dëne, pensionistët në Vlorë kanë patur mundësi të marrin krahas pensionit të përmuajshëm dhe bonusin e vitit të ri, ashtu si çdo muaj tjetër që në datën 1 dhjetor, pensionistët e Vlorës janë dyndur në dyert e postës shqiptare për të tërhequr pensionin, por edhe bonusin e fundvitit. Në intervistat e tyre për televizionin 6+ Vlora, shpërblimin e komentojnë si të konsiderueshëm për ta, për të kaluar festat e fundvitit, por megjithse thonë se janë të kënaqur me këtë shpërblim, tregojnë se ai nuk është zgjidhja. Pensionistët e Vlorës e vendosin edhe një herë theksin tek pensionet që sipas tyre vazhdojnë të jenë minimale. Ndihmes, zgjidhje për ta, thonë se është vetëm rritja e pensioneve, teksa shprehen se kërkojnë të kenë ekonomi të mirë për gjatë gjithë vitit dhe jo vetëm të festojnë në një ditë. E morë shpërblimin? E morë. Ishte shpërndarë? Një shpërndarë, në rregull. Si të duket ky? Mirë, po shumë. Po për momenti mirë është, po tish ngritje e përhershme do dëshon dhe puna. Ja vlen? Po ja vlen, nuk diskutohet, ja vlen. Për një muaj, do më dhe ja vlen për vitin e ri. Edhe që ndatën 1? Po, në rregull, 100 lekë në rregull ashtu. E mora, faleminderit shumë partisë. Si duket? Mirë, beqaves. Ndihmon. Nga pak. Po. E kalon. Po kam edhe rrogën e djalit, punon djali. Që gjithë ndihmon që? Po. Sa pension me? Sa marrin 120? 110 marru? 110 me kjo. 110 merë? Po, 110. Si duket pensioni jetë? Nuk del. Ora 2 veta se jemi veç djali, nuk del. Nuk del të keqen motra. Me 110 me ashtu, shiko me sy e plas me zëmër, se këtu sa më të keqen. Po shpërblimi si të duket? Mirë. Të ndihmon? Mashallah, jo, mirë. Është për gjithmonë ashtu, ë? Jo. Apo jo? Këtë muaj. Këtë muaj? Pastaj do rritet në pak. Mirë. Jo, mirë. Duhet të rritet pensioni si? Rofshin, duhet të rritet, 110, çfarë 110? Së gjithë të keqen Ke motor. shpresë do rritet? Kam shpresë. Disa prej pensionistëve të cilët përfitojnë çdo muaj pension mbi 20.000 lekë të reja nuk janë as pak të kënaqur dhe dakord me ndarjen e shpërblimit. Ata thonë se duhet të kishin marrë po njësoj 15.000 lekë të reja shpërblim të gjithë pensionistët pa u kategorizuar, pasi situata e tyre ekonomike, pavarësisht pensioneve që marrin, thonë se është për tokë. Po e mora shpërblim janë edhe të muar, s'kam njeri dhe ai që qoli, si kur sa që do jepet, do marrin 150. Po sa morë? 100 mora shpërblim. Sa e ke pension? Po që do se sa e kam, 220 e kam. Bëj 200 merë 100.000 lekë. Po qysh, po Gjirokastra pse i merë? Pse i mori 280 kuna ta i me mori lekët, mori 300, kështu 400 e ca lekë, 400 e ca mi. Ndihmon ky shpërblim? Më ndihmon ja me gjilpëra, po bëj gjilpëra. Si pas vendimit të miratuar pak ditë më parë, pensionistët që përfitojnë pension mbi 20.000 lekë të reja, përfitojnë 10.000 lekë të reja bonus, ndërsa ata të cilët marrin çdo muaj pension nën 20.000 lekë të reja, përfitojnë 15.000 lekë të reja bonus. Ky është viti i dytë që bonusi aplikohet në të tilla vlera më të larta se vitet e mëparshme.